Shokopi. Shokopi. Përsëri ke ikon nga puna, ti? Përsëri bret për punë private. Jo, Shokopi. Për ku e kishe këtë vrapë? Shiko si është puna. Po, unë e di. Po ti do të më vdesësh mua. Po ç'është ai llaf Shokopi? Nisu sa më shpejt. Largo. Si urdhën, si urdhën. Më këtë ti. O Shokopi. Largo, nuk duhet si fikim het. Si urdhën. O Shokopi, pa mua më jepton. Të bërcasin. Ore Kopi, ku ishe mor nga hume? Ore celebrimin e ke bërë me shahun apo me mua? Po ja, vizit në shahistin në klubi për... Mek, mos më bëj mua. Disa herë kam kapur ma. Pse nuk erdhe sot për drejt në shtëpi, e? Por ose i të pak të një marove? Po ja, tërë ditë në blede, shiko, këtu kemi dhe programin. Ja, po, simultane? Ja, përveç simultanes, është dhe vizita e shahistit në shtëpinë e përgjesit të shahut, shokut Kopi Kulari. Se? Vizit? Në shtëpinë tonë? Po. Nas një mënyrë. Pa na vika shahistin në shtëpinë tonë për vizitë. Ja të regojnë, dëgjo, se mos ma sjell shahistin në shtëpi, se do ta flak si gur shahu. Mërëvesh? Po ja mërko ke cukun, le të vi që sot të të punoj. Po cuku është i zënë, s'mund të gatrojt në punë private. Ç'punë private, ore Kopi? Në shtëpinë tënde do të punoj? Po aq më keq, ç'frytëzimi postit. Atëherë do bëhet si them unë. Ti urdhron në shah, në shtëpi urdhroj unë. Që sot të pres. Do të lustrosh biblioteken, bufen, 3 koltuk dhe makinën qepse. Qartë? Ky është urdhër. Cuk. Programi si t'ja bëjmë? Si të pëlcasin. O, Shoku Kopi! O! Shoku Kopi!